Përshëndetje miqtë të televizionit Syri Vision. Sot në intervistën e ditës kemi ftuar për të biseduar në prag të mitingut të poezisë zotin Muharrem Kurti, publicist, shkrimtar, krijues i njohur. Zoti Kurti, fillimisht po të falenderoj që pranove ftesën për këtë intervistë, ndërkohë kërkoj ndjesë të vogël që të ndam pak kohë nga puna juaj e çmuar krijuese. Edhe ne ju falenderojmë juve, na takon neve që t'ju falenderojmë që keni gjetë kohë për të ndarë nëpërmjet kamerës juaj, nëpërmjet televiziorit tuaj të nderuar, disa qaste edhe me ne. Ju ka kohë që jeni një kohë keni qenë kryetari i klubit letrar Gjon Nikol Kazazi, tash jeni edhe antar i kryesisë së klubit letrar, por fillimisht i njohin pak shikuesit, sidomos moshat e reja. Ç'thot për ty Shqipëria, Kosova, një periudhë keni jetuar atje, pse keni jetuar atje për atë periudhë kohe? Po, unë jam i lindur në qytetin e Gjakovës me familje. Kam kryer shkollën fillore në Mazlum Puska dhe rastësisht në ato valë të mëdha të vitit 1981 ndodhem në Shqipëri dhe pasi që në Kosovë kishte protesta, kishte demonstrata, në moshën 17 vjeçare vendosi që të rri dhe të shkollohem, sepse në kohët të mëparshme ne e përcjellnim televiziorin dhe në fakt Shqipëria paraqiste një model të jashtëzakonshëm për arsimim dhe ne dihet sepse një pjesë të madhe të personaliteteve arsimore dhe kulturore i kemi në qytetin e Elbasanit dhe kështu vendosa për 3 vjet në Berat, në një qytet të lashtë, 2400 vjeçar, gjeta mikpritjen e Beratasve, njëkohësisht kreva 3 vjet të shkollës së mesme, por mbas të rezultateve, mbas përkushtimit të rezultateve në mësim, më dha bursa për të vijuar mësimet për degën gjuhë dhe letërsi shqipe në qytetin e Elbasanit, në Universitetin Aleksandër Gjovani. Besoj, ajo periudhë ka ndikuar kryesisht në formimin tuaj profesional. Sigurisht që ka ndikuar shumë edhe në përgatitjen dhe formimin tim profesional, sepse modelin e profesorit që i kisha marrë në shkollën Mazlum Puska të Adem Beqës në Djerd, e gjeta mundësinë që ta zhvilloj dhe të themi pavarësisht rrethanave në cilën jetuam në Shqipëri, arsimi atëherë ishte i përpikt, ishte i suksesshëm, ishte me rezultate dhe tek unë ndikoi shumë. Unë formova personalitetin tim në 2 plansh, domethënë edhe në anën profesionale si mësimdhënës i gjuhës dhe letërsisë shqipe, por fillesat që i kisha nisur në Gjakovë, në qytetin tim të lindjes, morën hold, zhvillim dhe krijimtaria s'munda për asnjë qast. Dhe besoj në atë periudhë nga viti 81 deri në vitin 90, kur u liberalizua çdo gjë në Shqipëri, ka pas qenë periudhë e monizmit. Si keni jetuar në atë periudhë në Shqipëri? Larg familjes? Natyrisht larg familjes, me keqardhje duhet ta themi që diktaturat kërkojnë precizitet, kërkojnë rigorozitet. Më është dashur që të jemi kujdesshëm, por gjuha dhe letërsia shqipe është larg ndikimeve politike, sado që formon thellësisht në pikpamje kulturore dhe unë kam ndjerë mungesën e familjes, qytetit tim të lindjes, por të themi që unë isha mes vëllezërve dhe isha mes vëllezërve tanë shqiptar dhe kam gjetë një ngrohtësi të veçantë, një ngrohtësi të jashtëzakonshme, edhe i kujtoj me nostalgji ato vite dhe njëkohësisht pata bazë të kësaj ngrohtësie, në bazë të kësaj miqësie, vëllazërie, ngritje edhe në anën profesionale edhe në anën e krijimtarisë. Pra keni qenë një ndër urat e para lidhëse mes shtetit tanë dhe Kosovës që ishte në regjimin ish Jugosllav. T'ju them një të vërtet madhe, 19 maj shënon datën e parë dhe individin e parë apo kosovarin e parë që ka thyrë kufin, dhe jam unë. Do më thënë me 19 maj të vitit 1981, jam unë ai që me vedije dhe pa vedije, rastësisht dhe parasisht thyem këtë kufi shekullor që na vendosën të tjerët
dhe pash se çfarë po ndodh në pjesën tjetër të kombit ton, mësova se çfarë jetë zhvilloi atje, preka nga afër zhvillimin e jetës së atjeshmit dhe përfitova nga ajo jetë. Dhe përmendën të majin, çdo maj në komunën e Gjakovës ka dekada që organizohet mitingu i poezisë. Jemi afër majit, edhe disa ditë hymë në muajin e majit. Keni filluar përgatitjet për realizimin edhe të këtij edicioni, të këtij viti të mitingut të poezisë, besoj. Edhe me mitingun e poezisë i dedikohem dhe e falenderoj profesorin tim të ndjer Adem Beqa, sepse është i parja që më ka marrë si nxënësin e tij dhe më ka dërguar në mitingjet e atëhershme që maheshin në maj shumë masive dhe jashtëzakonisht me përmbajtje, por në maj unë kam edhe ditëlindjen time dhe në maj mitingu i poezisë, ju e dini gjatë kohës që kam qenë kryetari i klubit letrar për 8 vite, pikërisht në këtë ditë unë shpalosha programin e mitingut, këtij qyteti që e meriton këtë eveniment kulturor, këtij qyteti që e lindi këtë eveniment kulturor, që e formoi dhe i dha për masat jashtëzakonshme, jo vetëm kombëtare, por edhe ndërkombëtare. Në fakt, si antari i kryesisë së klubit letrar Gjon Nikol Kazazi, unë do të shpalos mendimin tim personal. Ne kemi kohë që kemi konkuruar në Ministrinë e Kulturës me projekt, po ende dhe sot e kësaj dite Ministria e Kulturës nuk e ka konfirmuar jo vetëm për ne, por pa asnjë aktivitet letrar për krahen. Dhe duke mos pasur një mbështetje financiare dhe duke pasur edhe një pasivitet të klubit, një pasivitet të theksuar, duhet ta them dhe unë do flas hapur edhe në të ardhmen, ne nuk jemi të përgatitur dhe na ka gjetur të papërgatitur mbajtja e mitingut. Të shpresojmë që edhe me përkrahjen e komunës mos ndodh shtyrja, të shpresojmë që edhe me përkrahjen e komunës dhe për shkak të dashamirëve dhe të këtij eventi të madh letrar, të mos ndodh diçka që nesër na prek me gisht keq. Mos doni të thoni se po rrezikohet edicioni si vjetëm i realizimit dhe i mbajtjes së mitingut të poezisë? Ne nuk do ta rrezikojmë, në fundit do ta shënojmë edhe në ambiente të hapura, dhe vetëm si shënim, si përkujtim, si orë letrare, megjithëse s'është letrare, është evenimenti më i shquar i niveleve kombëtare. Por thash, sepse për të mbajtur një miting, do të duhet ishte sot programi, do të duhet ishte sot shpalosja kush do të referoj, tema tribunës, do të duhet ishte hapur konkursi për konkurimin e veprës më të mirë, do të duhet ishin caktuar jurit. Mirë, po këtu determinohen dhe përcaktohen në bazë të mbështetjes së institucioneve, sepse siç dihet, për të kryer një aktivitet kulturor, ne s'do ta lëmë që të mos mbahet, duhet edhe disa mbështetje financiare, jo pa qëllim, ECECA dhe përmenda Ministrinë e Kulturës, dhe dua ta them këtë mendimin tim personal se kur është zgjedhur Kujtim Shala Ministri i Kulturës, unë kam pas një përshtypje shumë të mirë, ndërkohë që jam shumë i zgënjur me mbështetjet e tij për mitingun e poezisë. Mitingu i poezisë shpesh krahasohet me disa evente që kanë mbirë në periudhat e pas luftës. Mitingu i poezisë do të duhet të ketë një trajtment të veçantë edhe nga Ministria e Kulturës që vazhdimisht është financuar dhe të mos shuhet, mos zbres niveli i këtij eventi kulturor, po të mbahet dinjitetshëm ashtu siç e njeh edhe mbar bota. Aq më tepër që është mbajtur ky miting edhe në vitet e regjimit, në kohën e periudhës së viteve 90. E thoni shumë mirë, edhe në kohë lufte ne ish selin e lidhjes demokratike, ne kemi lejuar që të shuhet mitingu, e kemi mbajtur. Jam personalisht unë protagonist kryesor që s'kam lejuar që mitingu të zhvendoset nga Gjakova dhe shkoj diku tjetër, e din ardashësit dhe publiku ardashësit Gjakovës. Ka pasur tentime? Tentime unë nuk kam lejuar dhe s'do të lejoj në asnjë moment që ky eveniment kulturor që ka lindur në Gjakovë, që është rritur në Gjakovë, që është formuar në Gjakovë, që ka marrë namë në Gjakovë, nga kolosë të mëdhenj siç është Din Mehmeti, Ali Podrimja, Besim Bokshi, Enver Gjergjeku, e të tjerë që janë vargë gjatë, po do të më falin që ndoshta për momentin nuk ja përmend emra.
Profesor, ju aktualisht jeni edhe në sistemin ton të arsimit, jepni gjuhën shqipe në njërën nga shkollat të mesme të komunës së Gjakovës. Që thonë brezat e rinj? Kanë sens për të krijuar? Po, të japësh gjuhën e letërsisë shqipe, do më thonë t'jesh i lidhur ngushtësisht me kulturën, me identitetin, me personalitetin e vendit tënd, e njeriut, e fëmijut, e nxënësit tënd. Për mua thot shumë kjo, megjithëse në këto rrethana e pas lufteve, unë kam thënë edhe një herë tjetër se nxënësit e mirë po lexojnë dhe lexohet libri i mirë. Të leximi ende s'po mund ta dërgojmë nxënësin për shkak të shumë të rrethanave dhe për shkak shumë ndryshimeve shoqërore. Mirë po, ju jap një lajm, një nxënës i imi sapo më kanë njoftuar mëngjesin e ditën e sotme që ka botuar në SBA një libër, edhe do më thënë krijuesit e ri veç kanë filluar të afrohen edhe kanë filluar të prosperojnë, të pasurohen shpirtërisht, sepse letërsia është ajo që të pasuron shpirtërisht, letërsia është ajo që t'jep vlera shpirtërore, edhe vetëm me kulturë ne mund ta nxjerrim në pa identitetin tonë, dhe vetëm me kulturë ne mund t'ju japim brezave një potencial të madh që të dinë dhe përsetojnë. Profesor, ne vrejmë çdo ditë, jemi banor të këtij vendi se një masë e vogël e të rinjve, po edhe njerëzve në moshë të mesme lexojnë. Shumë të tjerë nuk lexojnë. Pothuajse me vite të tëra nuk e lexojnë një libër. Ndikon kjo në prezantimin e tyre? Bëhet një pyetje interesante, unë kam një mendim timin se lexohet shumë e shkruhet shumë. Po lexohet keq edhe shkruhet keq. Pak më përpara thash që lexojnë nxënësit e mirë dhe lexojnë librat e mirë. Në fakt, nuk ka programe të mirëfillta dhe nuk është bërë reformimi i lekturës në shkolla. Këtu jap një vërejtje të madhe për strukturat arsimore, sepse kohët e fundit, siç ka përfshirë anarkia gjithçka, ka përfshirë edhe botimin. Çdo kush merr të shkruaj. Çdo kush shkruan. Dhe ai argumenti që thash, shkruan çdo kush dhe lexohen çdo kush, sikur i cenon shijet e mirëfillta. Prandaj është koha fundit kur ne na duhet që të bëjmë një reformim, një përplotësim, një freskim të literaturës shkollore dhe nxënësit të mos mbesin në stihi. Unë jam dakord me këtë thënie juaj që do të duhej përpakthej biblioteke të mrekullueshme, të ketë nxënës edhe më shumë, fëmijë edhe më shumë, sepse unë ju them një thënie nxënësve gjatë ligjërimit, të lexuarit zhvillon të menduarit, të menduarit zhvillon shoqëri. Ne vetëm duke u pajisur me dije dhe me njohuri, ne mund të kemi një shoqëri të përparuar. Profesor, ju përpos se jeni antar i kryesisë të klubit letrar Gjoni Kolkazazis dhe përpos se jeni profesor në njërë nga shkollat e mesme në Gjakov, jeni dhe krijues. Ko pas kohë krijoni, redaktoni libra vepra të ndryshme. Me çka po merreni aktualisht? Siç e dini, edhe unë kam bërë një përvojë në krimtari, në poezi, në prozë, në publicistik. Unë kohët të fundit jam duke marrë me një libër kritika letrare gjatë tranzicionit 30 vjeçarve që kam prezentuar dy shkrimë në Tiranë. Fakt është e veçantë, sepse kritika letrare s'është duke e kryer detyrën e vet duke vlerësuar veprën e mirëfill, por është duke bërë kritik morale. Në fakt shkruhet kritik për libra që se meritojnë të vlerësohen. Në fakt shkruhet kritik për shkak të një pagese. Kanë rënë në provim akademikët, profesorët universitarë, kemi rënë në provim edhe ne, duke mos nxjerrë në pa talentin, duke stimulu talentin, duke zbulu talentin, por duke promovuar. Është mirë që shkruhet, është mirë që merret edhe me tjerë. Po qëllimi në shkollë ne kemi një thënie të madhe, nuk ka mjeshtri më të vështirë se mjeshtria e fjalëve. Atëherë, për të mësuar këtë inxhinieri të vështirë të fjalës, siç thotë shkrimtari i shquar anglez, simbolisti amerikan Edgar Allan Poe, do duhet ja mësojmë artin fëmijëve. Dhe pikërisht jam duke u marrë me këtë problematikë. Atë kam parafërsisht të gatshme. Por jam duke shkruar edhe prozë dhe kohët e fundit veç e kemi në shtyp një libër të një studiusi, një akademiku grek, Dino Kubatis, ka marrë pjesë në mitingun e poezisë, Rali Kodrinin. Është i pari libër që botohet në 3 gjuhë.
botohet në greqisht, është botuar, është përkthyer, po botohet shqip, këte po e boton dhe financon Komuna e Gjakovës, për cilën gjej rastin dhe falenderoj. Dhe po synon ta përkthej edhe në gjuhën angleze. Jam i mrekulluar me këtë studim të jashtëzakonshëm, të parin për alipodrimin poetin më të madh bashkohor për një akademiku që është akademik i 4 akademive botërore. Fatmirësisht, fat i madh për ne. Profesor, si po ju duket e folmja të rinjve tanë sot? Unë ndeshëm me ta, anarkia dhe këtu ka bërë të vetën, kanë dalë në sipërfaqe ligjëruesit të oborreve, të mahallave, të dialekteve, dhe është gabim i madh. Ne do të duhej të flasim një gjuhë që e merr vesh edhe ai i Konispolit dhe një gjuhë që e merr vesh edhe ai i Shalës së Bajgorës. Në fakt, e folmja në mënyrë dialektore dhe e të folmit në mënyrë të bastarduar nuk do të prodhojë gjëra të mira. Unë jam i dhëtar asaj që sado që me mangësi kemi një gjuhë të njësuar, t'i përmbajmë asaj gjuhë të njësuar dhe vazhdimisht ndeshëm me këtë, vazhdimisht i sugjeroj edhe nxënës që ta flasin këtë gjuhë, sepse gjuha jonë është gjuhë e pastër sinonimeve, e idiomave dhe le të jenë shkencëtar të gjuhës, ata të cilët të përcaktojnë se çfarë do duhet pasërojë gjuha dhe jo njerëz analfabet që s'dinë çka është gjuha. Një mesazh i mirë. Këtë e kemi. Profesor, duke dashur që maji të mos na mbetet i zbrazët dhe i vakët pa mitingun e poezisë, ne dëshirojmë shumë që në muajin maj të mbahet dhe të organizohet mitingu i poezisë. Do ta dëshiroja shumë këtë. Përmbi 8 vite se kam qenë kryetari i klubit letrar, unë kam shpalos pikërisht në këtë kohë programin e mitingut të poezisë dhe do ta them fjalën time që nuk bën të shtyhet dhe do prek edhe në institucionet për cilat janë përkatëse që të mbahet ky miting dhe po i bëj vetës një kritik, sado që nuk jam një hierarkin e klubit siç kam qenë, sepse qendra dhe kryetari i inicion, i nis, i çon përpara proceset që mitingu të jep dhe të mbahet, sepse jam edukuar si fëmijë, si i rritur dhe si plak. Edhe në këtë moshë, edhe ne si plak me thinja do t'i dedikohem mitingut të poezisë dhe nuk do të largohem pa asnjë çast për këtë vepër të jashtëzakonshme që na kanë lënë brezat e kaluar, koloset e letërsisë, koloset e kulturës. Ne kemi borxh në fund të fundit. Patjetër. Zoti Kurti, të falenderojmë për bisedën. Edhe unë ju falenderoj juve dhe jo mirënjohës. Telesyri ka qenë gjithmonë ai që i ka manifestuar mendimet tona, isha i hapur, ju përgëzoj dhe ju dëshiroj suksese dhe mënyrë të veçantë ju përgëzoj dhe ju falenderoj që ju për mitingun shqetësoheni, ju për mitingun keni qenë syri mitingut. Faleminderit. Faleminderit. Shikues të nderuar, kjo ishte intervista që zhvillua me publicistin Muharrem Kurti. Miru pafshim në intervistat e tjera.